Absolutisht, nëse shikohet raporti i ZRE-s, me të vërtetë është për keqardhje, domethënë edhe forma që është përdorur, ndoshta edhe mungesa metodologjisë, por edhe arsye që i kanë japur në raport është për keqardhje, as më tepër në situatën në të cilat gjendet Kosova në aspektin socioekonomik që kemi vështirësi jashtëzakonisht të mëdha viteve të fundit. Por këtu nuk po flitet vetëm për një rritje të çmimit të energjisë për 15%, sepse energjia elektrike 15% po të ishte ndoshta do të pajtohemi në parim që vetëm të mos kemi kolaps energjetik apo arsye të tjera, por kemi të bëjmë me rritje të një ciklit zinxhiror, sepse energjia elektrike është faktori kryesor që ndikon më së shumti në shportën e konsumit bazë. Domethënë do të ketë efekt zinxhiror në rritjen e të gjitha produkteve dhe shërbimeve të konsumit bazë, që është CPI 30 ose index price që e kemi, po dhe se tillë energjia elektrike do t'jep efektet e tyre. Për shembull, nëse do të rritej çmimi i produktit bazë të grurit, do të kishim efekt të rritjes vetëm të çmimi i bukës, do të reflektonte, ose do të rritet e materialet ndërtimore, do të rritet çmimi i cementos, do të rritet çmimi i materialit ndërtimor dhe efektet në kostin e ndërtimit. Por kur kemi të bëjmë me energjinë elektrike, e keni shport të tërë të konsumit bazë që jep efekte dhe reflekton direkt dhe indirekt. Te produktet direkte do ndikoj të gjitha produktet, mas pari të ekonomia familjare, që ekonomisë familjare do të ulet fuqia blerëse, dhe kur të ulet fuqia blerëse kemi të bëjmë me një inflacion më të lartë. Pastaj do të rriten çmimet e të gjitha modhave dhe shërbimeve që e kanë produkt bazë energjinë elektrike, dhe si rezultat do të kemi rritje të çmimit të produkteve ushqimore, për shembull bukës, millit dhe efektet e tjera zinxhirore, marketet, sepse ato shpenzojnë një energji, sasi të madhe të energjisë elektrike dhe efektet e tjera. Ndërsa sa i përket arsyeve që i ka japë ZRE-ja, me të vërtetë absolut, kam shua vetë komentet me 10 faqe dhe pres që ndoshta do t'i trajtojnë me seriozitet të lartë, dhe si të tilla arsyet nuk kanë qenë paramenda. E marrin arsye rritjen e pagës minimale të punëtorëve të KEC-it. Po kja është nonsens, domethënë kja është për keqardhje, kur dihet se domethënë në KEC ka punëtorë të cilët punojnë ende me pagën minimale, ndërsa merret tërësia aty në punëtorëve janë 100 ose 200 vjet që punojnë kryesisht në sigurim fizik ose pastrues ose diçka të ngjashme, dhe si rezultat e kanë japë efekti aty në të gjithë punëtorëve nuk mund të arrok shifrën as në qindra mijëra euro vjetore. Dhe ti aprovon një rritje si rezultat të rritjes së pagës minimale që ketë efekte 70 milion, është nonsens dhe pa bazuar në aspektin ekonomik dhe financiar. Pastaj e ke arsye tjetër, thotë mos realizimi i planifikimit dhe dështimeve në KEK. Po kush është përgjegjës për dështimet në KEK? A ka bord ato, a ka menaxhment, a kemi Ministritë e Ekonomisë që kontrollon që ata me shumë pompozitet, kur kanë me prej një shiritën në zyre postare atje në Dragasha, në Mamush, shkot ministria i prej në shiritin e një zyre postare që s'ka qarkullim 3.000 euro vjetore, dhe tash i ik përgjithësi dhe llogaridhënies në raport me KEK-un që ka dështu në prodhim, që ka dështu në realizimin e prodhimeve. Kemi mungesë totale të investimeve në korporatën energjetike të Kosovës. Na e dimi të gjithë që kemi një devalvim apo amortizim të skajshëm të atyne korporatave, atyne termoelektrona që i kanë të kalu të gjitha limitet. Dhe ti me shumë pompozitet po krenohesh para opinionit që ne po bëjmë menaxhim të mirë, në anën tjetër nuk i kërku asnjëherë llogaridhënie. Apo ka vendosur persona jo kompetent, jo profesional, qoftë menaxhment e KEK-ut, qoftë bordit, dhe askush nuk jep llogari. Për dështimet e tyre, mungesë të mos realizimit të planeve në KEK, që është një ndër arsyet kryesore, rritje të pagës minimale që janë nonsens, do të është fyrje për të gjithë ata punëtorë të KEC-it, nëse do të përmendin në raport, ti jep rekomandim ZRE-ja që të jap, domethënë 70 milion KEC-it, kjo është e parsyeshme, e pabazuar dhe komplet, totalisht, është në kundërshtim me rrethonat e krijuara socioekonomike në Kosovë, kur dihet që Kosova viteve të fundit është përballur me inflacionin më të lartë që nga viti 2000, me inflacion dyshifror, që është mbyll në 3-4 periudha në të më tresha, të më katësha, është mbyll me mbi 18% total. E mos flasim për produkte bazë kur kemi një rritje të
të jashtëzakonshme të çmimet të produkteve, mbi 56% të disa produkte, e besa edhe në 100% të disa produkteve tjera të konsumit bazë, dhe kjo me të vërtet do të është e patolerueshme dhe do dojë të ngritet zëri qytetarëve, sepse vetëm në këtë formë mund të ndalet kjo padrejtësi që është duke bërë në korrikë të qytetarëve, dhe duke mos dhënë asnjëherë llogari për kompetencat që i kanë as Ministria e Ekonomisë, as TKEK-ut, as institucionet tjera qeveritare. Faleminderit shumë. Po vazhdoj me juve, zonja Nura. Si ndërmarrëse, si e ndjenin praktik ndikimin e tarifave aktuale të energjisë në operimin e bizneseve të vogla dhe të mesme, dhe nëse miratohet kjo rritje prej 15%, çfarë do të thotë kjo për qëndrueshmërinë financiare një biznesi, në këtë rast edhe biznesit tuaj? Realisht, kjo është një pjesë shumë e ndihshme. Hiq pa qenë ekspert i fushës, qoftë të energjisë, qoftë të punë këtë rast të energjisë për cilën edhe po flasim, po nuk është vetëm ky shtrejtim. Realisht jemi prezent dhe kemi pa një shtrejtim të vazhdueshëm dhe një rritje e çmimit të kostos të jetesës në përgjithësi, edhe jo vetëm ekonomisë familjare, po dhe bizneseve, për shkak se, siç e tha para folës, domethënë nëse shtrejtohet rryma, ajo ka me qenë një efekt zinxhiror. Është një faktor kyç në cilin lidhet gjithçka tjetër. Dhe hiç pa ndodh ky shtrejtim i cili po flitet tash, na e shohim që kemi diskrepanca të mëdha në kërkesën, për shembull dhe në ofertën dhe në interesat e përbashkëta të punëdhënësve dhe të punëmarrësve. Realisht në situatën e cilën jemi, ish dashur me bë diçka qeveria dhe kushdo domethënë që qeverisë do udhëheq me organet kompetente, me ndërmarr masat që e lehtësojnë edhe e mundsojnë bizneseve me rrit pagat. Në të kundërtën, në një situatë të tillë, kjo jo që nuk ka me rrit paga, po ka rrezik me çu dhe në shkurtime të vendit punës, për shkak se shumë prej kompanive, qoftë prodhuese, qoftë shërbyese, nuk kanë memri me majt kostën operative e cila ka me u arë për shkak të këtyre shtrejtimeve, edhe që patjetër se kjo ka me ndiku edhe në shtrejtime, edhe në rritjen e papunësisë, edhe që kjo patjetër që ka me bo një barë për shtetin, edhe nëse ndodh kjo atëre ku po mbetet menaxhimi i mirë. Menaxhimi i mirë ose zbutja e papunësisë ose gjitha ato të cilat thirren në zakonisht partitë në fushata, edhe realisht kjo është një rezultat jo fort i kënaqshëm.